Durësit dhe gjithë Shqipërisë, më Zot janë, ju falenderojmë që me bekimin tuaj, me mbështetjen tuaj, me frymëzimin tuaj, me udhëheqjen tuaj, vazhdojmë në këto 2 vite atë traditën e bukur që i lumturi kryebishkopi Anastas nisi që në fillesat e para të kishës son të ringjallur prej tij. E kuptojmë vlerën dhe rëndësinë që ju jepni zhvillimit të këtyre kampeve verore kombëtare. Kuptojmë gjithë dashurinë dhe përkujdesin tuaj, e cila vazhdon të jetë një mbështesë dhe shtysë e fuqishme që ne të gjithë të vazhdojmë atë frymën e të lumtur kryebishkop Anastas. Kërkojmë përsëri bekimet tuaja, kërkojmë përsëri udhëzimet tuaja për edhe këtë vit që të kemi suksese në kampet tona. Tema e udhëtimit do të jetë udhëtojmë me Krishtin. Kërkojmë bekimet tuaja dhe udhëzimet tuaja për këtë temë. Ju falenderojmë, ju bashkë ratë bekimin tuaj. Bekimin e Perëndis. Gëzohem që u shoh që janë kaq shumë veta dhe është një staf shumë i madh, meqense edhe kampet do jenë shumë. Për rëndësinë e kampeve keni biseduar gjithmonë, por unë do dalesha në disa çështje dhe praktike, po jo vetëm thjesht praktike. Përse është e rëndësishme këto kampe? Sepse shumë njerëz kanë mundësinë të dëgjojnë disa gjëra që nuk i kanë dëgjuar në familjet e tyre, në shkollat e tyre, ka që i kanë dëgjuar, por i jepet një shans për t'i dëgjuar përsëri, dhe ata që si kanë dëgjuar për t'i dëgjuar këto fjalë. Ne gjithmonë besojmë që njeri të jetë i plotësuar, nuk mjafton vetëm thjesht një shkollim akademik. Ka nevojë edhe për disa vlera shumë të rëndësishme. Ajo thënia e hetërve të kishës që unë e përsëris vazhdimisht, që thot shkollo njerëz pa Zotin e do krijosh demon, i përkthyer në gjuhën e sotme do thot shkollo njerëz pa vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit e do krijosh njerëz që nuk janë të aftë, do janë korruptuar, do janë pa drejt. E vetmja mënyrë që njeriu të plotësohet, nuk mjafton vetëm thjesht të arrijë njohuri të mëdha, që janë dhato të rëndësishme, po është pastrimi i zemrës. Dhe tema e kampit është shumë e rëndësishme, që thotë udhtoj me Krishtin. Të udhtoj me Krishtin do thotë ecim në udhën e Krishtit. Se vetë Zoti thotë unë jam udha, e vërteta jeta. Gjë që do thotë nëse nuk do ecim të udhë, do ecim në një udhë gënjeshtër. Edhe ju kam përmendur disa herë që fjala i pa udhë, nga kjo vjen, pa udhë, që s'ka rrugë, nuk çon asnjë kundi. E nëse ecet në rrugën, ajo është që s'ka udhën, është gënjeshtra dhe është vdekja. Kështu që udhëtimi me Krishtin është një udhëtim shumë i rëndësishëm shpirtëror për gjithë secilin nga ne. Fillimisht duhet jetë për ne, sepse nëse ne nuk ndriçojmë veten tonë, si do ndriçojmë të tjerët? Një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj edhe ne duhet ta rigjallërojmë vazhdimisht frymën. Në letrën që Shën Pavli i dërgon Timotheut, i thot diçka shumë të rëndësishme. Nuk i thot thjesht reformohu, po i thot rigjallëro frymën që të është dhënë me anën e vënies së duarve. Që do thot gjithë secili nga ne vazhdimisht duhet ta rigjallërojë atë frymë, sepse rutina e përditshme e bën njeriu të vakët. Dhe është një rrezik shumë i madh për njerëzit që janë në kish nganjëherë, dhe njerëzit që e kanë lexuar Ungjillin, nuk e vazhdojnë udhëtimin, sepse i duket sikur e dinë, dhe nuk e rigjallërojnë atë frymën vazhdimisht, sepse i duket që në rregull janë. Të shohësh shpirtërisht veten është shumë e rëndësishme. Dhe përpara se t'ju jap disa këshilla për këtë, do ju tregoj diçka, të cilën tregoj vazhdimisht se është e rëndësishme.
Nuk do e thonja këtë nëse do ishin kampistët, po e them vetes time, e të gjithë dhe ju që jeni këtu. Kur ai djali i ri i afrohet Krishtit dhe i bën një pyetje shumë të rëndësishme, i thot çfarë duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme? Sepse kush është më e mira e fundit, qëllimi final i njeriut? Është që të jetë antari i mbretërisë, qiellit. Dhe Zoti i përgjigjet shumë thjesht, po nuk është thjesht. I përgjigjet ndiq urdhërimet. Dikur kam lexuar tek Shën Simeoni, theologu i ri, një shtjellim të kësajt. Edhe thotë ai, nëse dikush e merr seriozisht zbatimin e urdhërimeve të Zotit, po të gjithave, jo vetëm 10, mos vjedh, mos vrit, mos je dëshmi të rreme, të gjitha ato tjerat, po duaj armikun tënd, duaj perëndin, duaj të afërmin. Nëse përpiqet të zbatoj seriozisht, do ndodhi diçka tjetër, thot shenjtori. Njeriu do filloj të kuptoj dobësitë e tij. E nëse ai kupton dobësitë e tij, do filloj të jetë i përulur. E përulësia do sjellë hirin. Sepse siç thot Shkrimi i Shenjtë, Zoti rri kundra mendjeve krenare, po i lartëson të përulurit. Përulësia është një dituri kur njeriu e njeh mirë veten e tij. Prandaj edhe në lutjen e tij, që ne lexojmë gjithmonë përpara kungimit, ndoshta mund ta keni lexuar shumë herë, si e fillon lutjen 4 vargjet e para. E mban mend njëri? Prej buzësh të ndyra, prej zemrës të fëlliqur, prej gjuhet papastër dhe shpirtit njëllosur. Si ky shenjt kaq i madh, që është i treti në kishën ortodokse që ka marrë titullin theologu, thot për veten e tij këto gjëra. Nuk ja ka shkuar në mendje për të menduar që pse ky e thot për veten të tilla gjëra. Po sepse e thot sepse ai është i ndriçuar nga hiri i Shpirtit Shenjtë. A nëse njeriu ndriçohet dhe do ketë dritë brenda, do dalloj njollat e errta që kanë shpirtin e tij. Dhe kjo është përsëritur vazhdimisht në Shkrimin e Shenjtë dhe në jetët e shenjtorëve. Si tha profeti Isaia, kur pa afronin e mbretit lavdis, mirë unë, tha, njeri me buzë të ndyra. Kur profeti Isaia thot për veten e tij, ai që është quajtur ungjillori i pestë, sepse ai shumë flet edhe për ardhjen e Mesias, çfarë duhet themi ne për veten tonë? Por nëse ndriçohesh nga ai gjë, i dallon këtë. Ne nuk i dallojmë shpeshherë se jemi në errësirë, nuk jemi ndriçuar. Prandaj është e rëndësishme për ne të përpiqemi seriozisht për të zbatuar urdhërimet. Dhe zbatimi i urdhërimeve do thotë që të ecësh në rrugën e Krishtit. Dhe mbasi ta bëjmë këtë, dhe të kemi mundësi të ndriçohemi, mund të kemi edhe shansin që të ndriçojmë dhe të tjerët, të ja përçojmë këtë tek të tjerët. Sepse të ecësh në rrugën e Krishtit ka disa gjëra. Vetë Zoti e thot atë, kushdo që do vi pas meje, të marri kryqin e tij, thot. Të mohoj veten e të ndjeki pas. Thot 3 gjëra. E para duhet kemi dëshirën për ta ndjekur. E dyta duhet marrim kryqin. Po jo kryqin që mendojmë ne shpeshherë. Kryqet që mund marrin njerëzit në qafë, për floriri, për ashtu. Kryqin e Krishtit. Dhe kryqi nuk është i lehtë. Por pa të është shumë vështirë që të arrihet pjesa tjetër. Kryqi nuk është qëllimi përfundimtar, është mjeti që sjell tek ngjallja. Ose siç e ka përkufizuar shumë bukur kryepiskopi Anastas, që thotë ngjallja nuk është një ngjarje që ndodh thjesht mbas kryqit, është dhe brenda kryqit. Që dhe brenda asaj përsëri ne mund të ndjejmë gëzimin që jep prania e Zotit. Shën Mark Asketi ka një meditim shumë të bukur. Prandaj do ja them. Është shumë e gjatë, është e Filokalia, po do ja them të shkurtura. Thotë kështu: nëse Pietri nuk do kishte kapur peshq, ose do kishte kapur peshq gjatë natës,
nuk do kapte ato peshqit në mëngjes që të shikonte dhe praninë e Perëndis. Nëse Shën Pavli nuk do ishte verbuar fizikisht, nuk do kishte parë do dritën e brendshme. Nëse Shën Stefani nuk do ishte shpifur si blasfemues, nuk do kishte parë qiellin e hapur dhe Perëndin. Prandaj thot në jetën tonë do jetë gjithmonë kryqi. Njerëzit ndoshta me drejt me pa drejt mund të flasin kundër nesh. Po ka dy mënyra. E para është perceptimi natyral i njeriut, që mund ta kuptoj që ato i kanë folur dhe i kanë folur padrejtësisht sipas këtij. Dhe e dyta është ajo perceptimi i shenjtorëve, të cilët e perceptonin që duke thënë që ata ka drejt, thotë si më ka thënë kështu. Perceptimi i parë natyral, thotë ai, të çon tek krenaria. Kjo e dyta të çon tek përulësia. Dhe në Jeridiko kemi një histori shumë bukur nga Shën Johani i Shkurtër, nga që i vinin shumë njerëz dhe takonin, ju fliste shumë gjëra. Dikush nga vëllezërit atje e kapi zilia, se gjithmonë ndodhin këto, dobësitë njerëzore janë gjithmonë. Edhe takon njërë përballë dhe i thot, Johan, thot, ti je një enë e mbushur gjithë helm. Ai nuk u zëmërua, që thonte si të më thua ti mua kështu. I tha, dhe këtë e thua vetëm se më shikon nga jashtë, thot. Po kush i di ç'do thuash më shohësh nga brenda. Nuk u turbulluaj nga kjo gjë, sepse ishte ndriçuar. Dhe kuptonte që edhe kur i thonte dikush diçka që të gjithëve ne na duket e padrejtë, i duke i drejtë. Dhe kjo histori është në shumë shenjtor. Nuk arrihet lehtë kjo gjë. Kjo arrihet duke ndjekur urdhërimin tjetër, që mbas kryqit thot mohoj veten e tij. Çfarë do thot mohojmë ne veten tonë? Për çfarë ka fjalën Zoti kur na thot kështu? Se kur lexojmë Ungjillin, duhet të meditojmë rreth fjalëve. Si thot Shën Jeronimi, shkrimi i shenjtë nuk është në të lexuarit, është në të kuptuarit. Shën Nikolaj Orit e shpjegon këtë formë. Po jap një formën të shpjegimit, se gjithë etrit e kanë shpjeguar në forma të ndryshme këtë. Thot kështu, kur Zoti thot mohosh veten, po thot për jo veten e vërtet, po veten e shtrembruar. Atë pseudo veten që krijojmë ne. Jo se kush nga ne, çdo njeri pa preshtim. Krijon një pseudo vete, diçka që ç'a do ai të jetë, ose çfarë do ai që tjerët shohin te ky. Dhe kjo është një vetje që nuk është ai. Dhe gjithë jetën përpiqen duke mbrojtur diçka që është kundërshtim edhe me veten e tij reale. Dhe kjo vjen nga krenaria. Se njeriu nuk mund ta pranoj dot për shembull që ka dobësi vet. Mendja krenare nuk e pranon këtë. Mendja krenare nuk e pranon kritikën. Gjithmonë ja vën fajin tjerëve. Dhe mohimi i kësaj do thotë që të gjesh veten e vërtet. Dhe vetja e vërtet, ku gjen veten e vërtet, fillon pendimi. Prandaj edhe në paravolinë që dërgon Zoti dhe djalit prangprishës, pikërisht përmendet kjo frazë kur u penduai, dhe djali erdhi në vete. Gjë që do thotë deri në atë kohë s'ishte në vete, ishte në këtë pseudo veten. Dhe Zoti na kërkon këtë gjë që ta heqim të lloj alienimi që bëjmë ne duke krijuar një iluzion të vetes tonë, që nuk është vetja jonë reale. Si një smur për shkak, i cili nuk e pranon smundjen. Ai nuk e ndihmon veten. Duke pranuar smundjen, mund të kemi mundësinë që të gjejmë mjekimin. E duke gjetur mjekimin, mund të shërohemi. Ashtu siç ka thënë dhe një shenjtë i madh. Në jetën time kam gëlltitur shumë gjëra. Kam pranuar shumë sharje, shumë gjëra. E duke i gëlltitur u shërova. Bën këtë analogjinë, siç gëlltiti mjekimin, ilaçin, u shërova. Asgjë nuk mund na dëmtojë nga jashtë. Të gjitha që na dëmtojnë, siç thotë dhe Zoti në Ungjil, janë ato që lindin nga zemra jonë, nga brenda. Prandaj dhe mohimi i vetes ose i pseudo vetes është shumë i rëndësishëm. Nëse ne do të realizojmë këtë gjë, e para të kuptojmë misterin e kryqit. Që kryqi
nuk ishte diçka që do në shkatërronte ne. Kryqi na shpëtoi. Kur Zoti ju flet nxënësve të tij dhe i thot për kryqëzimin e tij, Pietri me drejt, edhe ne të kishim qenë ndoshta ashtu do i thonim, thot mos qofte thënë kjo, thot. Si reagoi Zoti kundër ti? Largohu prej meje, tha Satana, se ken mendje punët e njerëzve, jo të Perëndis. Kryqi, padyshim që është shumë i rëndë. Dhe kryqi në të kohën e Krishtit, se ne shikojmë pas 2000 vjetësh lavdije, ishte shenjë poshtërimi. Ju e dini këtë gjë, vetëm sklevrit, kriminalët dhe ata që nuk ishin qytetar roman dënoheshin me kryq. Ndalohej nga ligji që një qytetar romak të kryqëzohej. Prandaj dhe Shën Pavli nuk e kryqëzuan, Shën Pietrin kryqëzuan, Shën Pavli i pran kokën, sepse ndalohej edhe kur dënohesh me vdekje që të kryqëzohej, se ishte një shenjë poshtërimi. E megjithatë Zoti zgjodhi pikërisht këtë gjë. Atë instrument vdekje e ktheu në instrument jete. E njëjta gjë do ndodhi edhe me ne, nëse ne do e pranojmë misterin e kryqit. Por fatkeqësisht, në pjesën më të madhe tonën, ne duam një krishterим pa kryq. Duke menduar që do vim në kish, Zoti do na bekojë, do japi gjithë mirat, gjithë ato. Padyshim që Zoti do na bekojë, po kush është bekimi i vërtet për ne? Bekimi i vërtet është nëpërmjet shërimit. Shërim do thotë shenjtërimit. Dhe shenjtërimi nuk mund të realizohet pa kryqin. Prandaj edhe ato e kuptuan atë gjë. Pse Zoti nuk i donte martirët? Shikoni Shën Gjergjen, djalë i ri, e torturuan e gjithën. Shën Dimitrin e mira martirë të tjerë. Në kuptimin e botës, ato do ishin heroj tragjik. Në kuptimin e thellë, shpirtëror, ata u shenjtëruan, arritën gradën më të lartë që mund të realizojë njeri, u përmbushën si njerëz, sepse e pranuan kryqin. E nëpërmjet kryqit erdhi dhe shpëtimi. Nuk mund të shërohemi ne pa mjekimin. Mjekimi është i hidhur, po gjithmonë duhet kemi parasysh që shërimi është i ëmbël. Nëse do përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve që na thot Zoti, të ecim në rrugën e Krishtit, kemi mundësi që të mësojmë dhe tjerët. Por me fëmijët do pak dhe kujdes, siç thot Shën Pavli që fëmia, shumë mishi është ushqim shumë i mirë, solid, ka proteina, ka shumë, po një foshnjë e mbyt duhet filluar me qumësht. Dhe duhet ta keni parasysh diçka tjetër që është prapë e rëndësishme në mësimin që ju japim ne fëmijëve. Qoftë në simbolin e besimit, qoftë në mësimin që jepet në dogmatika në gjithë shkollat teologjike, ka një rend si fillohet. Dhe është për njëti rend që është në simbolin e besimit. Në fillimisht mësohet se çfarë është Perëndia. Dhe manifestimi i tij në botë, krijimi. Pastaj kalohet në eklesiologjin, kush është Krishti. Dhe pjesa tjetër është soteriologjia e shpëtimit, ku përfshin dhe misteret e kishës, si vepër e Shpirtit Shenjtë. Dhe në fund fare është eskatologjia, ardhja e dytë e Krishtit dhe mbarimi. Shumë njerëz që shohun, e kam dëgjuar, e fillojnë me të fundit. Eskatologjin, me fundin e botës e me gjitha këto. Nuk fillohet me këtë. Edhe në simbolin e besimit kështu është. Besojnë i Perëndi, krijuesin e qetë, gjitha ato. Pastaj vjen për Krishtin, pastaj për Shpirtin e Shenjtë, pastaj për pagëzimin, dhe në fund fare flitet për këtë ardhin e dytë dhe ngjalljen e shumë. Dhe në katekizëm, që do bëhet me fëmijët, me mësimet, le të fillojnë në fillim të njohin kush është Perëndia e kush është Krishti. Nëse do e njohin se kush është Krishti, do e dallojnë dhe antin. Nuk fillohet me atë para, sepse dhe e keqja mund të jetë atraktive. Njerëzit ka shumë qejf të dëgjojnë gjëra të tilla. Padyshim që në Shkrimin e Shenjtë flitet dhe për engjëjt dhe për demonët. Por nuk janë edhe qendra e mësimit. Qendra e mësimit është Krishti dhe mundja e vdekjes nga Krishti. Është lajmi i mirë. Evangelion, këtë do thotë, lajmi i mirë.
Po brenda këtij, padyshim që ekziston dhe kjo gjë. Duke folur vazhdimisht për lajmin e keq, në dëmton dhe ne. Prandaj me drejt një njeri i madh para 1000 vjetësh ka shkruar këtë fjalë. Sepse ku po afroi 1000 vjeçari, mundes ajo që është fundi i botës. Gjithë njerëzit fliqin vetëm për këtë gjë, për demonët, për këto. Dhe i thot këtë fjalë. Kjo është një doktrinë, thot, e mësuar nga demonët. Mëson rreth demonëve e të çon ke demonët. Po u more gjatë me të keqen, fillon ti infektohesh. Rruga që duhet ndjekim ne është udhëtimi me Krishtin. Prandaj edhe tema udhëtimi me Krishtin është shumë i rëndësishëm. Dhe ne kemi një përgjegjësi se çfarë do ju flasim njerëzve. Sepse mund të flasim dhe fjalë të kota. Edhe mund t'i dëmtojmë të tjerët. Qoftë pa dashje. Prandaj edhe në Ungjil thohet që do gjykojeni për çdo fjalë të kotë që keni folur. Duke i folur sidomos fëmijëve, edhe disa akoma më të rinjve, duhet kemi shumë kujdes. Sepse një fjalë e papërgjegjshme mund ta dëmtojë. Kam treguar një histori për një ngjarje që dikush në psikiatri një herë kishte bërë një bisedë natën me një pacient, edhe kishte harruar atë. Mbas 20 vjetësh, ai personi e takon dhe falenderon, thotë se më ke shpëtuar jetën. Ai se mbante mend fare atë, se çfarë kishte biseduar. Se tha atë natë, thotë që ke qenë roje atje, unë kisha vendosur të varnja veten. Dhe kur kalove dhe më thirrë, u ulëm biseduam, më ndryshoi mendja. Dhe ky person më vonë mendoi, po sigurisht ti kisha thënë fjalë tjera. Për shembull, jetë koti, kjo çdo do këtë jetë, ose nuk thon njerëzit shpeshherë, do kishte shtyr akoma për të. Prandaj në fjalët që flasim kemi një përgjegjësi dhe sidomos përpara fëmijëve. Sepse akoma nuk janë pjekur për të kuptuar shumë gjëra. Duhet jemi shumë kujdesshëm në sjelljen tonë. Ja, njerëzit, nëse shikojnë një priv duke thirrur, duke ulëritur, edhe sikur të ketë 2000% drejtaj, çfarë do thonë? Po kjo thotë, edhe priftë edhe bën kështu. Ose katekistët edhe bën kështu. Sepse pritshmëria është shumë e madhe ndaj nesh. Më tregonte një shoku im që kemi qenë në klasë, e thotë kur isha në fillore, pash një herë thotë mësuesen që kishin ato 4 vjetët e para, ishte një mësuese, edhe pash ka radha e vezëve. E si mu duk, tha, sikur raj gjitha. Se mësuesi ngri lartë, edhe ishte për të ngritur. Prandaj edhe ne mund të bëjmë gjeste, mund të themi gjëra që në vend që ndërtojmë mund të prishim. A nëse prishim, kemi një përgjegjësi para Zotit. Prandaj duhet jeni shumë të kujdesshëm. Fëmijët janë shumë vëzhgues, mënyra si do silleni me njëri tjetrin. Ose më e keq është akoma që në sytë atyre, kur mungon në njëri nga ju, thoni diçka kundër ti. Ata mund t'i skandalizoni. Dhe si thot Zoti kur skandalizon një nga këta të vegjëlit? Dhe ishte më mirë për te mos kishte lindur, thot. Dhe më mirë të vetë i gur qafet hidhej. Është një përgjegjësi shumë e madhe kjo gjë. I kam përsëritur shpeshherë njerëzve disa fjalë për shkrimtarit dëgjuar Victor Hugo. E thonë të këshuaj, për fajet e fëmijëve duen rraur prindrit, për fajet e nxënësve duen rraur mësuesit. Një mësues i mirë nuk mësot atë që thotë vetëm, mëson tjerët, po me atë që është. Dhe duhet përpiqemi se nga njerë krijohet dhe tension, kampet, krijohen, janë të lodhshme, duhet përpiqemi ta mbajmë veten. Edhe nëse keni në diçka me njëri tjetrin, mund bisedohet veçmas, dhe jo me thirrura. Pastaj më e keqja fare është kur këto transmetohen tek fëmijët. Që i thot një që mund ta bëjmë mendjen si të mançur, po unë doja të bëj kështu, po ja ai e bëri ashtu. Ju i ngatërroni atë. Dhe i prishni diçka brenda tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme se çfarë
shohin ata tek ne. Po parasysh duhet ta keni këtë gjë, që fëmijët janë shumë vëzhgues. Edhe kur janë të vegjël, mund duket sikur lozin, po dëgjojnë çdo fjalë. Dhe shpeshherë prindërit e bëjnë këtë gabim. Ai nuk është akoma në gjendje për ta kuptuar që gjithë njerëzit janë njerëz, kanë dhe dobësit. Në këtë çast ai idealizon prindërit, mësuesit, juve. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm nëse duam që t'i ndihmojmë ata. Dhe është një përgjegjësi shumë e madhe, siç thash, që një fjalë mund të shpëtojë dhe një fjalë mund të vrasë. Prandaj duhet të jemi dhe të përgjegjshëm në fjalët që flasim. Edhe diçka tjetër që duhet të jetë, është një smundje që është kudo shikon këtë, që gjithmonë historitë tregojnë kështu, sa mirë e bën ky, sa keq e bën tjetri. Qofse e bën mirë dikush, i lumt, Zoti do të shpërblej. Nuk është nevoja të krahasohet me tjerët. Çdo njeri nuk e ka garen me tjerët, e ka garen me vete. Gjithë e dini ju atë paravolinë e talantave. Zoti njërit i e 5, tjetrit 2, njërit 1. Detyra e gjithë secilit ishte që ai që kishte 5 t'japi 5 tjera, është barë më rënd për atë. Ai që ka 2 t'japi 2 tjera, edhe ai që ka 1 ti duhet t'jepte 1. Po të gjithëve ju jep njëjtin shpërblim. Aty dy të parëve kështu thot Zoti, të njëjtën, të lumt shërbëtor besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Kështu që garën e nuk e kemi me tjerët, të gjithë ne e kemi me veten. Nuk është nevoja duke ulur tjetrin, nuk ngrihemi ne. Prandaj duhet të jemi shumë kujdesshëm dhe kampi padyshim që ka një drejtim. Duhet bëhet me, se gjithë të caktohet dikush për të drejtuar, ai do të drejtojë, nuk mund të ketë 5 komandant. Ja, edhe ku drejtohet autobusi, një shofer e ka të, e merr me mendje ta vendosin gjithë dorën këtë timoni, njëri këtej, tjetri andej, ra ngremin autobusi. Kështu që ka një rregull i cili duhet të respektuar. Dhe kjo, sepse nëse ju shohin ju fëmijë duke u grindur me njëri tjetrin, kot ishte kampi. Piles është më mirë mos bëj fare. Nëse na shikojnë duke u grindur me njëri tjetrin, çfarë mësimi i japim atyre ne? S'do ketë as vlerë as një nga fjalët që i themi ne. Madje jo vetëm që nuk do ketë vlerë, por të mund të kthehet kundra. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Siç është përgjegjësia e prindit kur rrit fëmin, përgjegjësia e mësuesit në shkollë dhe përgjegjësia jonë në kampet. Nëse do bëhet në mënyrën më të mirë, do jetë një bekim shumë i madh për ata fillimisht, po edhe për ju. Sepse kushdo që ndihmon për të shpëtuar një shpirt, mbulon një shumicë të madhe fajesh, thohet në shkrimin e shenjtë. Prandaj ju uroj që të rezistoni lodhjes dhe tensionit, sepse nuk është lehtë merresh me shumë fëmijë, kanë rritur nga familje të ndryshme, zakone të ndryshme, kanë diçka tjetër nga familja e tyre, duhet me durim të madh dhe me dashuri. Po gjithmonë duhet përpiqemi që t'ju mësojmë atyre gjërat bazike të besimit, e më e mira është nëpërmjet shembullit. Nganjëherë dhe pa folur asnjë fjalë, nëpërmjet shembullit mund të mësosh shumë më mirë se sa të flasësh tërë ditën edhe rrezon atë me shembullin. Unë besoj që ju tani keni një përvojë, qoftë drejtuesit e kampeve, se nuk është e para, edhe pjesa më e madhe ju kanë një që është hera e parë që vjen. Kështu që gjithë keni një përvojë dhe do jetë një bekim për kishën tonë, për ato fëmijët edhe për ju. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj gjithë të mirat.